Se të gjitha falenderimet, bindjet, për uljet, në nështrimet, janë vetëm për Allahun Azza wa Jall. Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun krijuesin e gjithë shkaje. Atë e falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahun të lartë madhëruar, prej çdo të keqe që kemi punuar me vetë tona. Atë cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë udhëzim madhështor, nuk ka askush që ta largojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe me atë cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj e dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu xhele xhelalu. Dhe vërtetoj e dëshmoj se Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë pra mbi më të mirën e krijesave, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu lartë madhruar na tërheq vërejtje në librin e tij fisnik ku thot: O ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojuni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqertë, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu t'i friksojeni. Dhe mos t'ju gjej vdekja, pra mos vdisni juve se duke qenë musliman. Pra mos t'ju gjej vdekja vese duke qenë ju në fenë e vërtet në Islam. Thot përsëri Allahu i lartë madhëruar në librin e tij fisnik: O ju besimtar, keni frikë Zotin tuaj dhe thoni të drejtën. Flisni të vërtetën, gjithmonë, kurdoherë, se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu ka për t'ja u përmirësuar çështjet e juaja, ka për t'ja u korrigjuar punët tuaja. Dhe dijeni se ai i cili i bindet Allahu xhele xhelalu dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai ka korrur një fitore të madhe. Thot përsëri Allahu i lartë madhëruar në librin e tij fisnik: O ju njerëz, keni droje Zotin tuaj i cili ju krijoi ju nga një vete e vetme. Dhe prej kësaj Allahu xhele xhelalu krijoi bashkëshorten e tij, gruan. Dhe për këtyre dy Allahu xhele xhelalu i shtoi dhe i shumoi në burra e gra, në popuj. Friksojeni Allahun, tek i cili ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruajni marrëdhëniet fare fisnore. Dhe dijeni se gjithmonë Allahu xhele xhelalu ju mbikëqyr, pra është mbikëqyrës mbi ju. Të nderuar besimtar, një fenomen do ta quaja negativ që e hasim sot në umetin islam është një neglizhencë apo një gaflet që ka rënë pothuajse një pjesë e madhe umetit islam, që ka të bëj me adhurimin, me ibadetin dhe me adetin, që do të thotë ka të bëj me adhurimin dhe me traditën ose zakonin. Dhe fatkeqësisht një pjesë e umetit islam adhurimet i kanë kthyer në adet. Pra ibadetet i kanë kthyer në adet. Adhurimet i kanë kthyer në zakone, në tradita. Jo se ato janë adhurime ta urdhëruara nga i gjithë pushtetshmi, i cili meriton të gjitha lavdet. Prandaj ne në ligjëratën e sotme do ta shpjegojmë në pika të shkurtra dallimin e traditës dhe adhurimit apo adetit nga ibadeti. Adeti ose tradita është një gjë që përcillet gjenerat pas gjenerate. Adetet, zakone ndajnë në të mira dhe jo të mira. Të mirat janë burëria, bujaria, besimi, mirësia, vllazëria, ndërsa të këqija janë idhujtaria, besytnit, gjunafet, alkooli, tradhtia e tjerë e tjerë. Ndërsa adhurimi, ibadeti duhet me do e mos
që të quhet adhurim të ketë argument fetar prej shpalljes. Pra duhet të ketë bazë në fe. Ne shpesh hasim njerëz të cilët kryejnë disa obligime fetare ose urdha të Allahut, por se fatkeqësisht ato i bëjnë siç thash për adet. Dhe të tillët thonë me që njerëzit po bëjnë kështu, edhe ne po veprojmë. Apo njerëzit shkojnë në xhami, edhe unë po shkoj se njerëzit shkojnë në xhami. Apo familjarët e mi agjirojnë, edhe unë po agjiroj se agjirojnë familjarët e mi. Familjarët apo njerëz të tjerë japin sadaka, edhe unë po jap sadaka sepse ata japin. Jo, të nderuar vëllezër dhe motra, nuk funksionon kështu në këtë mënyrë. Këtë gjë e përmend Zoti në Kur'an në kohën e Ibrahimit alayhis salam, kur njerëzit ishin larguar në adhurimin i drejtë, ishin larguar në rruga e drejtë, adhuronin idhujt, të cilët i punonte vetë baba i Ibrahimit alayhis salam. Dhe përmend Zoti në Kur'an kur i thotë, "Përse veproni kështu?" Sepse ne kështu i kemi gjetur të parët tanë, vjen përgjigja, edhe kështu po veprojmë. Po jo, nuk funksionon kështu të nderuar vëllezër dhe motra. Kërkohet tjetër gjë. Nuk është qëllimi thjesht pjesëmarrja, por përse kryhet kjo adhurim, ky ibadet? Më duhet mos do të kemi dije rreth ibadeteve dhe të dim përse i kryejmë ato. Dhe në vijim do t'i cekim disa dallime mes ibadetit dhe adetit. Ai që kryen një ibadet ose një obligim fetar, ai në të vërtet kënaqet me të, sepse e din rëndësinë e këtij obligimi fetar. Madje pas kësaj atij i duket edhe e lehtë ky obligim dhe nuk ndihet ngushtë kur ta kryej atë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon kur thotë, i tha Bilalit, "O Bilal, thirrë ezanin për namaz, që të qetësohemi me të." Pra me namaz e gjenin qetësinë sahabët e nderuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse e dinin vlerën e namazit, apo siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, "Ju'ilat qurratu 'aini fi salah." Është bërë kënaqësia e syrit tim me shpirtin tim ku? Në namaz. Pra, ata nuk e kryejnë atë veprim, ata adhurim, thjesht për ta hequr qafe, siç ndodh sot rëndom. Po e kryenin se është obligim dhe urdhë nga i gjithë pushtetshmi. Po ashtu edhe namazi xumas që të gjendemi sot të nderuar vëllezër dhe motra, duhet ta kemi parasysh përse e falim, përse janë këto rregulla. Allahu i lartmadhëruar na tregon këtë në librin e tij Fisnik ku thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Pra jo besimtar, kur të thirreni, kur të thirret, bëhet thirrja ditën e premte për lutje, për falje, për namaz. Nxitoni pra atje ku përmendet Allahu xhelel xhelalu, nxitoni pra në xhamia, atje ku falet namazi dhe pezulloheni, ndërpreni shitblerjen. Kjo është më e mirë për ju nëse ju e dini. Po ashtu kur është muaji i Ramazanit, besimtari duhet ta di përse agjiron, jo sepse agjiron baba i tij dhe hajde ta bëj si adet siç tham, por se është urdhër nga i gjithë pushtetshmi që tha në librin e tij Fisnik: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Pa ju besimtar juve është bërë obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim dhe për ata që ishin para jush, kështu që ju do bëheni pra çfarë të devotshëm. Ai që i kryen obligimet duke e ditur se janë ibadet, përmallohet me to. Zemrën e ka të lidhur me ato obligime. Pra zemrën e ka të lidhur me ato obligime fetare, madje as gjumi nuk e zë nëse nuk i kryen. Dhe patjetër që gjithë secili prej nesh mund ta ketë hasur këtë. Kur i ikën një adhurim, ai pikëllohet, mërzitet. Pra e ndjen veten në ngushtësi që i ka ikur një gjë madhështore dhe kërkon falje Allahut që ta fali për këtë. Ndërsa ai që e kryen si adet, hajde mos e ndjen hiç. Nuk i bën përshtypje fare. Edhe namazin kur e fal, nuk është plotësuar një minutë, tak 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 tak, mbaroi. Jo vëllezër dhe motra, nuk është kështu. Nuk është adhurim ai është adet, siç e përmendëm. Apo ai që është kthyer tani nga haxhi,
ku unë e kisha nderin që merja pjesë. E din vlerën e atij adhurimi madhështor. E din vlerën kur ka qëndruar në Arafat. E din vlerën kur ka bërë tavafin. Është dredhur rreth Qabes, është rrethuruar rreth Qabes, ja din vlerën madhështore e saj. Pra nuk e bën për adet sepse ashtu ka parë X-in apo Y-in apo filanin apo fistekun. Pastaj të nderuar vëllezër, do ta dim edhe ata që i kryejnë obligimet, ata të cilët i kryejnë obligimet duke ditur se janë ibadet, ka raste që t'i bëhet monotone dhe mos ta shkëpusi atë. Pra mos ta shkëpusi, edhe nëse do të bëhet diçka që ta pengojë, ai do ta ketë mendin aty. Do ta ketë mendin aty, do ta kryejë atë dhe nuk do t'i shmanget. Dhe e pëlqyeshme është për shembull namaz. Ta mësoj muslimani një sure të re kur e fal namazin. Nuk po themi se nuk lejohet që ta fali namazin dhe të këndoj Fatihan dhe një sure të njëjtë çdo ditë. Por nëse ka mundësi, ta ndryshoj. Ta ndryshoj, ta fali, ta mësoj një sure të re. Pra, të ndryshoj. Apo të marri pjesë namazin e xumas, në ligjatën e xumas, në ligjëratat që mbajnë në xhami, ta ushqej zemrën e tij. Se kështu kuptohet ibadeti. Se ngel namazi pastaj i shtam vetëm çfarë? Si adet. Tjetër e pëlqyeshme është të praktikohen synetet brenda namazit, sepse kjo e largon rutinën. Prandaj muslimani duhet të jetë i përgatitur që gjatë 24 orëve të ditës apo gjatë gjithë javës apo gjatë gjithë muajit të jetë i përgatitur me adhurimet obligative. Ashtu siç tha Allahu xhele xhelalu, pra të jenë gjërat në vazhdimsi, jo të shkëputura. Siç tha Allahu xhele xhelalu, "Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin." Pra adhuroje Zotin tënd deri kur? Në fundin e jetës tënde, jo për një kohë të caktuar. Pra derisa të vijë vdekja jote. Ndërsa Aisha radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë, veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të vazhdueshme. Po ashtu Aisha vetë një vepër pra e bënte në vazhdimsi. Çështja është që mos ndërto diçka vllai dashur dhe motër e nderuar dhe pastaj e ndërpret atë dhe e rënon. Mos e ndërto një muaj Ramazan, pastaj ta rënosh me 11 muaj më mbas. Mos ndërto një ditë xumaje dhe pastaj ta rënosh atë me një javë mbas. Shpëtimi dhe suksesi është në vazhdimsi, madje edhe punët e dynjas. Kërkohet vazhdimësia dhe mos ndërprerja. Siç e përmenda, a keni dëgjuar për ndonjë njeri që e hap një dyqan, dhe shkon vetëm 2-3 herë në muaj. Nëse ai nuk shkon vazhdimisht do falimentoj. Apo e keni dëgjuar ndonjë mësues i cili shkon në shkollë vetëm 3 herë në muaj, do t'i lërë ata fëmijët pa mësuar, do të shkojë çdo ditë. Kjo nuk ndodh. Pra, për të arritur rezultate dhe suksese, kërkohet kush? Vazhdimësia. Edhe në qofse është në atë formën e pakët, po tjetë e vazhdueshme. Prandaj nderuar vëllezër dhe motra, duhet bëjmë dallimin e qartë midis kujt? Ibadetit dhe adetit. Që siç e përmenda, fatkeqësisht sot shumica e umetit kanë rënë në këtë neglizhencë, pra në këtë pakujdesi dhe i kemi parë me sytë tanë. Sidomos në vendet arabfolse. I shikon një musliman fal namazin, jashtë namazit i bën të gjitha të këqijat. Pse? Sepse ai namazin e bën në formë tradite. Jo se është obligim nga Allahu i gjithë pushtetshëm. Pavarësisht se namazi të largon nga kush? Nga punë të këqija. Ashtu që thotë Allahu xhele xhelalu në Kur'anin famlar.
Vërtet namazit largon nga punët e irrituara dhe të këqijat. Pra e fal namazin dhe bën të gjitha të këqijat në mbrapa. Vetëm ka rastisur kur kam qenë imam në vendet e Evropës, vinin, falnin sabahun dhe gjithë natën vidhnin shtëpiat e tjerëve. Subhanallah. Pa çka se ishin ata jo musliman, pa çka se ishin ata hebrej, pa çka se ishin ata budista apo putista e tjerë. Kjo nuk lejohet ndërua vëllezër dhe motra. Vjedhja është ndaluar në Islam. Si vjedh edhe vjen falesh. Padyshim që namazi është obligim të ta falësh. Por se është kjo çka po themi që ai e bën namazin si adet, si tradit, që është rrezik shumë i madh që muslimani të bjerë në këtë neglizhencë kaq të madhe dhe s'ndjen gjë. A keni parë dhe ju siç e përmenda pak më parë në disa vende të tjera? Edhe namazin e teravive 20 rekate bashkë me vitrin plus nuk zgjat as 5 minuta. Po namaz është ai? Namaz është ai? Jo, nuk është namaz. Ai është thjesht një stërvitje, ulje ngritje. Po, stërvitje. Ju do thoni pse e përmend hoxha këto? I përmend se vallahi janë shumë të rëndësishme. Janë jashtëzakonisht të rëndësishme sepse del pa namaz. Del pa namaz. Prandaj Zotin e plotfuqishëm e lut që na ruaj të gjithë neve nga ky gaflet. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikrin hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lehu ala tawfiqi wa imtinani. S'ka dyshim se të gjitha falenderimet janë për Allahun xhele xhelalu, i cili është një i vetëm, që meriton të adhurohet vetëm ai. Dhe paqja dhe bekimet Allahu xhele xhelalu qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, po përmendim tu një tregimin e Musait alayhis salam kur përball me magjistarët. Shohim se një prej adetëve që kishin atë kohë ishte kush? Marrja me magji, me sehire, e cila ishte shumë e përhapur tek ata. Mirë, po në momentin që ata e pan mrekullinë që Allahu xhele xhelalu ja dha Musait, pra shkopin e tij duke gëlltitur gjarprinjt e tyre, ata besuan. Ata besuan. Pse? Se pikërisht ky është ibadeti, adhurimi. Ata kishin djeni dije rreth magjisë, sihrit. Po kur e pan me sytë e tyre atë që e kishte Musai, e ditën e kuptuan se kjo s'kishte të bënte me adet, me magji. Kjo qenka ishte diçka qiellore. Ata nuk u ndalën me kaq, po që qëndruan të palëkundur dhe çfarë ndodhi? Besuan. Besuan. Si thot Zoti në Kur'an? Besuan tek Zoti i Harunit dhe i Musës, thanë magjistarët. Pa çka se më herët Firauni i kishte kërcënuar. Jo, më herët i kishte premtuar se do t'ju jap kaq pasuri nëse e mundi Musain, po pasi ndodhi kjo, ai kërcënoi do t'ju vras. I kërcënoi me vdekje, e megjithatë ata nuk u lëkundën, qëndruan në fe dhe u vranë për këtë besim. Pra, besimin nuk e patën çfarë? Adet, pra, tradit, por ibadet, adhurim. Kjo është dallimi nderuar vëllezër dhe motra, prandaj nuk dua të zgjatem shumë dhe të harxojnë koha juaj të çmuar. Elus Allahun e plotfuqishëm me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute, na bëjnë besimtar devotshëm, na bëjnë për atyre të cilët e kuptojnë ashtu siç duhet adhurimin dhe na përqendron fort në këtë fe, në adhurimet tona. Elusim Allahun
na bëj besimtar të sinqert, na bëj banor të xhenetit më të lartë, xhenetit Firdeus. Elus Allahun të ndihmoj muslimanët dhe muslimanët në mbar botën që janë, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Gaza, dhe ata të cilët janë shkak për atë fitnë të madhe. Allahu ja u dhënë një mësim sa më të fortë, më të padëgjuar ndonjëherë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahar faghfir lana ajma'in.